Këshilli Studentor i Universitetit të Shkodrës përshëndet liberalizimin e vizave të vendeve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Aktivitetet që ky Këshill Studentor ka realizuar në kuadër të lëvizjes së lirë sigurisht që të vazhdoni më tutje për dhënë kontributin ton në favor të integrimit të Shqipërisë. Me lejoni që në këtë prononcim për median të bëjmë dije se Këshilli Kombëtar Studentor në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve organizon Java Studentëve Shqiptar 2010 në kujdesin e plotë të Kryeministit të Republikës Shqipërisë, Profesor Dr. Sali Berisha. Aktivitetet e Java e Studentëve Shqiptar 2010 do të fokusohet në liberalizimin e vizave dhe organizohet në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Studentëve me datë 17 nëntor. Ne si Këshill Studentor i Universitetit të Shkodrës ftojmë të gjithë studentët e Universitetit Luiç Gurakuçi që ditën e mërkurë me datë 17/11/2010 ora 17:00 të marrin pjesë në koncertin festiv në qytetin Studenti. Në këtë koncert festiv për liberalizimin e vizave me temë me dinitet në Europë, marrin pjesë këngëtarët më të njohur shqiptar. Gjithashtu aktivitetet do të përshëndetet nga Kryeministri i Shqipërisë, Profesor Dr. Sali Berisha. Bashkohu dhe ti me festën e studentëve shqiptar. Faleminderit. Më në shkollë në